الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamat ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, Islami ndërtohet mbi 5 shtylla, e ato janë shahadeti, namazi, zeqati, agjerimi dhe haxhi. Mirë po, prej veprave dhe prej shtyllave kryesore të fesë, pasi që muslimanit ato që adetin është namazi. A që i rëndësishëm është ky ibadet i Zotit, sa që në asnjë rrethon nuk bjen prej robit. Agjerimi bjen kur robi është i smut dhe nuk mund të agjeru. Haxhi bjen kur njeriu s'ka mundësi me shku. Zeqati bjen kur njeriu s'ka pasuri. Namazi në asnjë rrethon kohore, shëndetësore, nuk bjen të musliman. Aq është i rëndësishëm sa që Allah Azza wa Jalla përmend 99 herë në Kur'anin famlar në forma dhe në trajta të ndryshme. Aq është i rëndësishëm sa që Allah Azza wa Jalla i cilëson me iman ata që e ruajnë namazin. Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fihi, thot Zoti xhallahu ala. Ky Kur'an s'ka dyshim që është prej Zotit. Huden lil muttaqin, është udhëzues për njerëzit e devotshëm. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Ata të cilët e besojnë të fshahtën dhe e falin namazin. E muslimanët ndohen në 3 kategori sa i përket namazit. Muslimanët ndohen në 3 kategori, 3 grupe sa i përket namazit. Grupi i parë janë ata që s'falen kurrë. I thot vetë musliman se turma që ashtu ka qëllu, janë lidhë në familje muslimane, ama nuk e din çka është kur me ranë sejdë, as me ranë në ruku, as me bë dua, as me fal, nuk din çka është namaz. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur ta dini këta, thot: "Men hafadha 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah." Ai që i rrin gati namazit, i fal 5 kohë namazit, do të jetë dritë për ta, argument për ta, dhe shpëtim për ta në ditën e gjykimit. Pra namazi i bën dritë, namazi është argument për ta në ditën e gjykimit, dhe namazi është shpëtim për ta në ditën e gjykimit. Dhe e kundërta, o me lem ju hafidh alejha, ai që s'falet, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lem yakun lahu nurun, wala burhan, wala najat, wa kana yawm al-qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Ai që sirin gati namazit, s'ka me pas për të dritë, as s'ka me pas argument për të ditën e gjykimit, që ka qenë me xhamatin e muslimanëve. As s'ka me pas shpëtim, ka mori gjallë me Faraonin, me Qarunin, me Hamanin dhe me Ubay ibn Khalaf, me kokat e armishve të Islamit. Allah i na ruaj. Ky është grupi i parë. Grupi i dytë i muslimanëve në raport me namazin janë ata të cilët namazin e kanë dikon prioriteti i 5, i 6, i 7, kur t'i del rani çatëherë. Kur t'i del rani çatëherë falë. Kur qohet me shku në punë, thot hajtë të falë edhe sabah, pse ka lindili sabah, ama sahatin se lenë më që sabah. Kur shkon të shtëpia masorarit falet, herë falet me shështi, se shështia ka çu, herë s'falet, më thonë, herë falet, herë s'falet, gjysh namazin e ka, kur qysh, hetë se ka. Prioritet numër 5, 6, 7, 8, e lenë me i ka, gati me i kalu koha krejt. E Allah Azza wa Jalla thot, fawailul lil musallin. Alladhina hum an salatihim sahun, mirë për ata që falen. Allah thot mirë për ata që falen, për ata që falen më zvet. Më zvet për ata, heq.
A për ata që falen, thot mirë, për ata që falen, të cilët e vanojnë namazin e tyre. Gati mi vi koha. Falen për s'ko, po e vanojnë namazin e tyre. Kanë harru këta që Allah Azza wa Jall thot, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Mos t'ju mashtroj vrapimi pas pasurisë dhe evladve nga përmendja e Allahut. O me yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. E ai që e mashtron kjo, ata janë në humbje, thot Zoti Jalla wa Ala. Kanë harru që Allah Azza wa Jall thot, inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Thot Zoti i lartësuar, me të vërtet namazi për besimtarin është në kohë caktuar. Sabah është kohë caktuar. Dreka është kohë caktuar, ikindia, akshami, yatsia. Të dashur vëllezër, me qenë ti punëtori një kompanie të suksesshme dhe shumë serioze, dhe ke hyrë në punë dhe drejtori i kompanisë thot, mirë se vjen, këto janë rregullat tona. Orari fillon prej 8-ve deri 4. Në qoftë se punëtori ditën e parë shkon në ora 10, diqysh ja fal. Hiç se respekton orarin. Ditën e dytë shkon në ora 11. Ditën e tretë shkon hiç. Ç'a ta mërmenja? Çu ky punëtor, a e vazhdon çaty punën ajo? E vazhdon punën çaty? Ja, se vazhdon. Shumë normale është nëse me vazhdu punën. Se s'ka vakt suksesi i kompanisë më varë me një dembel. Në raport të dynjas ne e zhejmë normale. Në raport tonë me Zotin, sa i përket namazit, ta shikojmë se në cilën jemi. Cilën jemi. A jem për atyre që i rrim gati, a jem për atyre që ja bëjmë sikur se ky punëtori në kompani. Kategoria e tretë janë ata besimtarë të cilët prioriteti numër 1 i tyre në jetë është namazi. Gjitha çështjet e tyre i lidhin me namazin. Edhe takimet kur i kanë, thojnë ose para namazit ose mas namazit. Jo në vakt namazit. Ja din vlerën dhe e din që kjo është shtylla kryesore e fesë. Dhe e din që ai që e shem shtyllën kryesore të fesë, thot Resulullahu, e ka shem fenë e tij. Ai që e mban gjallë këtë shtyllë të fortë, e ka mbajtur gjallë fenë e tij. Për këtë Allah Azza wa Jalla i lavdron në Kur'an thotë as-sabiqun, ulaika humul muqarrabun fi jannati na'im. Ulaika al-muqarrabun. Thotë ata që ju prin të tjerëve në vepra të mira, ju kanë paraprit të tjerëve në iman, në besim. Këta janë të afërmit të Zotit, në xhenetat e tij, kënaqet e Zotit Jalla wa Ala. Ali radhiyallahu ta'ala anhu kur e shpjegon këtë ajet thotë humus sabiquna ila salawat al-khams. Tot janë ata të cilët ju kanë prit të tjerëve, ju kanë paraprit larg të tjerëve në 5 kohë të namazit. Këta janë ata njerëz që Allah Azza wa Jalla i lavdron në Kur'an surën Al-Waqi'a. Sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin. Ta ju kanë paraprit të tjerëve në namazet e tyre, në veprat e tyre, e kanë ditë çka do thotë me i radh Zotit sejdë, e kanë ditë që namazi duhet të qenë çështja kryesore e muslimanit. Pastaj vijnë të tjerat. Dikush thotë, po mirë, oj, na punojna. Po e diun që punoni edhe punojna. Po kur ti rezoni munal më fal, vazhdo punën. Derisa ti rezoni e keni prioritet punën. Në moment që ti rezoni e ki prioritet me fal namazin, ndrojnë prioritetet. Kur ta krysh namazin, vjen prioriteti tjetër, pastaj puna vazhdohet derisa ta krysh. Këta janë ata të cilët ja din vlerën namazit dhe janë kategoria më e mirë e besimtarëve, të dashur vëllezër. Janë kategoria më e mirë e muslimanëve, që fatkeqësisht musliman don 3 kategori, kategoria e parë më janë shumë, numër shumë. Kategoria e dytë ata janë kohë shumë, kohëve të fundit. E kategoria e tretë janë pak. Kategoria e tretë janë pak duke lutur Allahun që na bëj prej tyre. Dashur vëllezër, me këto fjalë nuk po du me rënuar skena, s'po du me nik veten dikush keq ose na kush jo sejf te xhami edhe që unë sen jo. Po mos tani në veten keq askush, sepse kjo është për të mirën tonë. Ai që rregullon punën e namazit të tij, ai ka më rregulluar të gjitha punët e jetës së tij. Ai që anashkalon punën e namazit të tij, jesh i bindur që ka më anashkaluar jetën e tij. Sepse ai nuk do më rregullu punët, raportet me Zotin e tij. Si po ta merr mendje që ka më rregullu raportet me njerëzit? Po jo, më vëllai tash. Nuk i rregullon raportet me njerëzit.
Andaj ne lutem Allahun Azza wa Jall që na bëj për atyre njerëzve të cilët ja dim rëndësinë e namazit që Zoti e ka bërë obligim për neve. Ti rrim gati namazit, atë sa kemi mundësi me xhamat dhe në kohën e tij. Ja dim vlerën kësaj shtylle kryesore pas shahadetit të fesë së Zotit. Na bëj për atë njerëzve që Allah Azza wa Jall ditën e gjykimit namazin ai bën dritë, ai bën argument për neve, na i bën shpëtim në ditën e gjykimit. Dhe mos na bëj për atyre të cilët do të ringjallen me Faraunin, me Karunin, me Hamanin dhe me Ubejn e Khalaf, sepse vaj halli për ta. يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.